Presidenti i Kosovës, Vjosa Osmani, ka thuar në Bruksel për të përfaqësuar Kosovën në samitin e BE-s Ballkani Perëndimor. Në këtë samit diskutohet partneriteti ndërmjet Bashkimit Evropian dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor, me fokus të veçantë procesin e zërimit të BE-s dhe avancimin e perspektivës evropiane të rajonit. Në kuadër të qëndrimit atje, Osmani ka takuar presidentin e Këshillit të BE-s Antonio Costa. Ajo tha se ka mirëpritur heqjen e pjesëshme të masave ndaj Kosovës, por duke theksuar shpresën dhe përkushtimin që ato hiqen sa më parë në tërësi. Osmani ka dhënë edhe një intervistë për Euronews, ku ka deklaruar se nëse antarësimi i Kosovës në BE do të varej nga meritat, shteti i ri ballkanik do të ishte favorit deri tani. Pra, ne besojmë fuqishëm se ndërsa është një proces shumë kompleks, nëse përdoren kriteret e bazuara në merit, Kosova në fakt do të kishte qenë një favorite deri tani. Osmani ka shtuar se Kosova ka absolutisht vendin e saj në Bashkimin Evropian, duke theksuar se ky është një objektiv për të cilin vendi ka punuar për një kohë të gjatë. Praktikisht, ne kemi aplikuar vetëm disa vjet më parë dhe shpresojmë që aplikimi ynë të jetë në tryezën e anëtarëve të Këshillit shumë shpejt. Kosova ka dorëzuar aplikim për antarësim në BE në dhjetor të vitit 2022. Megjithatë, ky aplikim ende nuk ka kaluar as në fazën e parë formale, atë të shërtimit nga Këshilli i BE-s dhe më pas dërgimit për opinion në Komisionin Evropian.